Pse demokratët po e braktisin Sali Berishën, humbje pas humbjeje, përçarje pa fund dhe bara e një lideri që ndes bazën, por nuk po bind më shumicën. Partia Demokratike nuk po vuan vetëm krizën e opozitës. Ajo po vuan krizën e besimit të vetë njeriu që për dekada e ka dominuar. Pas zgjedhjeve parlamentare të 11 majit 2025, ku Partia Socialiste e Edi Ramës doli sërish forcë fituese me epërsi të qartë ndaj PD-s së drejtuar nga Sali Berisha, në kampin demokrat u rikthye pyetja që prej kohësh po rri pezu: a është ende Berisha zgjidhja, apo është kthyer në pengesën më të madhe të së djathtës shqiptare? Në politik, një lider mund të falet për shumë gjëra, por rrallëherë për humbjen që përsëritet. Dhe pikërisht këtu nis largimi i shumë demokratëve nga Berisha. Jo domosdoshmërisht me deklarata të bujshme, jo gjithmonë me rebelim publik, por me atë formën më të rrezikshme të braktisjes politike, ftojen, heshtjen, mosangazhimin dhe humbjen e bindjes se me të në krye mund të vijë realisht rotacioni. Berisha mbetet pa dyshim figura më e fortë historike e Partisë Demokratike. Ka ende një bazë të motivuar, struktura që i qëndrojnë pranë dhe një aftësi të njohur për ta kthyer çdo betejë në kauzë politike. Por për një pjesë të madhe demokratësh, problemi nuk është më nëse Berisha di të luftoj. Problemi është se ai nuk po arrin të bindë se di të fitoj. Rezultati i zgjedhjeve të vitit 2025 e goditi sërish këtë perceptim. Socialistët siguruan mandatin e 4, ndërsa opozita mbeti sërish në anën e humbësit, pavarësisht konsumimit të qeverisë dhe akuzave të vazhdueshme për korrupsion. Kjo është arsyeja e parë dhe më e rëndë pse një pjesë e demokratëve janë larguar prej tij. Humbja e besimit se Berisha mund ta çojë të djathtën drejt pushtetit. Besnikëria politike ushqehet nga shpresa përfitore. Kur një lider shihet si aftë të mobilizojë zemërimin, por jo të ndërtojë shumicën, ndodh ajo që po ndodh sot në PD. Mbetet entuziazmi i militantit, por tretet besimi i votuesit të gjerë. Arsyeja e dytë është përçarja e brendshme që nuk u mbyll kurrë realisht. Prej vitesh, Partia Demokratike ka jetuar më shumë me luftën për vullën, kontrollin, statutin dhe drejtimin sesa me ndërtimin e një alternative bindëse kundër qeverisë. Në vend që të shfaqej si forcë qeverisë në pritje, PD u konsumua në betejë të brendshme që lodhen jo vetëm drejtuesit, por mbi të gjitha elektoratin e vet edhe debatet e fundit mbi statutin dhe të ashtu quajturin Neni Basha, i cili lidhet me përgjegjësinë e kryetarit pas humbjeve zgjedhore, tregojnë se brenda partisë vazhdon ende konflikti themelor. A funksionon PD-ja si institucion politik, apo si hapësirë e varur nga një figurë e vetme? Për shumë demokrat, kjo është bërë e papranueshme. Sepse energjia që duhej të shkonte kundër qeverisë u derdh për vite me radhë në luftëra të brendshme. Dhe një opozitë që e kalon më shumë kohë duke luftuar vetveten sesa kundërshtarin, herët avon humbet jo vetëm zgjedhjet, por edhe respektin e elektoratit të vet. Arsyeja e tretë është bara e rëndë publike që mban sot figura e Berishës. Në vitin 2021, Shtetet e Bashkuara e shpallën atë të papranueshëm për hyrje në SHBA për shkak të asaj që Departamenti Amerikan i Shtetit e quajti përfshirje në korrupsion domethënës. Në vitin 2022 ai u godit edhe me ndalim hyrjeje nga Britania e Madhe, ndalim që u la në fuqi edhe pas apelimit. Mbi të rëndojnë gjithashtu akuza penale për korrupsion në Shqipëri, ai u vu në arrest shtëpie në dhjetor 2023. U akuzua zyrtarisht në vitin 2024 dhe u lirua nga arresti shtëpiak më 27 nëntor 2024, ndërsa pret gjykimin. Vetë Berisha i ka mohuar akuzat dhe i ka quajtur politike, por pesha publike e këtyre zhvillimeve është e pamohueshme. Pikërisht këtu shumë demokrat bëjnë llogarinë e tyre të ftohtë politike, edhe nëse besojnë se ndaj Berishës ka selektivitet apo motivim politik, përsëri ai mbetet një lider i ngarkuar me kosto të madhe publike dhe ndërkombëtare. Dhe një opozitë që synon të bindë të pavendosurit, administratën gri, klasën e mesme urbane dhe partnerët perëndimor, e ka shumë më të vështirë ta bëjë këtë me një figurë kaq polarizuese në krye. Arsyeja e katërt lidhet me lodhjen e një pjese të demokratëve ndaj modelit të vjetër të opozitarizmit. Berisha di të sulmoj, di të akuzoj, di të ngrejë temperaturën politike. Por sot shumë demokrat kërkojnë diçka tjetër, një opozitë që nuk jeton vetëm nga përplasja, por edhe nga projekti. Jo vetëm nga revolta, por edhe nga besueshmëria, jo vetëm nga emri i liderit, por nga ekipi, programi, elita e re dhe aftësia për të folur me një brez që nuk ka më durim për luftërat e pafundme të tranzicionit. Dhe pikërisht këtu shfaqet drama më e madhe e PD-s. Berisha është ende mjaftueshëm i fortë për ta mbajtur partinë të gjallë,
por për shumë kënd nuk duket më mjaftueshëm i besueshëm për ta sjellë në pushtet. Ai ndes bazën, por nuk zgjeron dot shumicën. Mobilizon besnikët, por ngjall refuzim të një pjesë e madhe e votuesve që duan ndryshim pa rikthim në të shkuarën. Kjo nuk do të thotë se demokratët e kanë braktisur të gjithë Berishën. Kjo do të ishte e pavërtetë. Ai mbetet figurë qendrore e opozitës shqiptare, me ndikim real në strukturë dhe me një peshë politike që ende nuk mund të injorohet. Por problemi sot nuk është nëse Berisha ka ende ndjekës. Problemi është nëse ai ka ende aftësinë të bashkojë të djathtën, të rikthejë të larguarit dhe të bindë ata që prej vitesh nuk po e shohin më si rrugdalje, por si vazhdim të krizës. Në fund, arsyeja pse një pjesë e demokratëve e kanë braktisur Sali Berishën është e thjeshtë dhe brutale njëkohësisht, sepse nuk shohin më të ai fitoren, por stagnacionin, nuk shohin më rilindjen e së djathtës, por rrotullimin e saj në të njëjtin vend. Humbjet e përsëritura, përçarja e pafund, bara e akuzave dhe mungesa e një hapjeje të vërtetë ndaj një brezi të ri politik e kanë kthyer figurën e tij, për shumë demokrat, nga simbol rezistence në simbol bllokimi. Dhe kjo është tragjedia e vërtetë e Partisë Demokratike, njeriu që dikur e ngriti dhe e mbajti në këmbë, sot për shumë prej të vetëve shihet si arsyeja pse ajo nuk po arrin të ngrihet dot përsëri.